Sezoni turistik po shkon drejt mbylljes, ndërsa qeveria nuk u siguroi edhe këtë vit plazh publik pushuesve vendas dhe turistëve në Durrës. Dhe jo vetëm kaq. Në emër të qytetarëve durrësak, këto ditë, Dritana Golli po shpenzon 250 milion lek me klientët e tij nga Nikla. Zyrtarisht këto lek shkojnë për çadra e shezlone, po ku janë këto shërbime? A ekzistojnë plazhet publike në Durrës? Plazhet publike nuk ekzistojnë në terren. Sidomos në Durrës është e vështirë të ngulësh çadrën tënde sepse privatët e kanë zënë cep më cep. Këtë e di edhe shefi i deputetëve të PS-s Tavland Balla, i cili për të mbuluar këtë realitet jep ditën e sotme një aksion të policisë, ku po lirohen hapësirat e plazhit që janë pushtuar nga bizneset private. Në aksionin propagandistik për plazhet publike merr pjesë edhe deputetja Klodiana Spaiu. Plazhet e Durrësit publike apo private, zgjedhja është e juaja. Nga hapësirat publike deri te plazhet me shërbime private, Durrësi ofron gjithçka që kërkon për një ditë prefekt të Buzdetit. Shkruan Spaiu krahas videos së postuar në rrjetet sociale. Qytetarët kanë reaguar në mënyrë kundërshtuese ndaj deputetës. Ku e ke parë plazhin publik ti? Nga maja që ke hipur ke gjetur njëri pa ty dhe e nxjerr? Shkon Curila, kape qytet e Bryli. Çadrat e qelbura nga 10-15.000 lekë. S'ke ku të vendos çadrën tënde. Ju të bëni edhe për budallënj. Hapni syt dhe vini rregull, se është një skandal. Lëre furçën se e di ti më mirë se mua. Po ashtu të leverdis, shkruan një qytetare. Ndërsa tjetri shton: po ku ka plazh publik? Edhe një cop vend që keni lënë, edhe atë po zën me sheslone. Në hapë barkun me plazhin publik. Në fakt, plazhet publike janë në letra. Në datën 9 qershor 2026, kryebashkiakja Emiliana Sako njoftonte në rrjetet sociale se në plazhin e Durrësit janë vendosur tabelat orientuese që tregojnë vendodhjen e plazheve publike, me qëllim që qytetarët dhe vizitorët të informohen për aksesin e lirë për të gjitha në këto hapësira. Madje një nga pikat e rendit të ditës të miratuara në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Durrës ishte edhe ajo që lidhej me miratimin e artës së vendqendrimeve të mjeteve lundruese dhe korridoreve televizive së tyre në territorin e Bashkisë Durrës. Në hartë janë përcaktuar edhe hapësirat për plazh publik, të cilat korrespondojnë me ngjyrën jeshile, siç mund t'i shihni në foto. Siç duket qartë, hapësirat publike në hartën e Bregdetit durrësak janë pika të vogla jeshile me smorisë së kuadrateve me ngjyrë të verdhë dhe bojqelli, që i korrespondojnë plazheve të menaxhuara dhe atyre me kontratë me privat. Këto plazhe i jep Rama përmes lejeve që shpërndan me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe Këshillit Kombëtar të Territorit. E vetmi hapësirë e madhe publike në hartë është ajo e Kavalishencës në Plepa, por që edhe ajo nuk është e hapur për qytetarët, por vetëm për punonjësit e Ministrisë së Brendshme dhe ata të Ministrisë së Mbrojtësisë. Përmes Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe KKT, kryeministri Edi Rama u ka marrë qytetarëve hapësirat publike bregdetare dhe u ka dhënë stacioneve private, hoteleve dhe lokaleve. Me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit u ka marrë bashkive kompetencat e kontrollit mbi territorin, por nuk ngopet me kaq. Qershia mbi tortën e korrupsionit vendoset kur kryeministri menaxhon edhe lekët për çadrat për plazhet publike. Këtë e bën duke urdhëruar drejtorin e tij personal, Dritana Gollin, që është në krye të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Më 3 gusht 2026, paratë e plazheve publike të Durrësit i morën miq të rilindjes nga Nikla. 3 tendra brenda ditës për çadra e shezlone. Tani që mbaron sezoni turistik, Rama u kujtua të blejë çadra plazhi. Tendri i parë ka si objekt loti 1, ndërhyrje për rigjenerimin urban, mbrojtje detare në zonën bregdetare, blerje çadra plazhi Durrës. Fondi limiti caktuar për blerjen e çadrave është 120 milion lek pa përfshirë TVSH-n. Sigurisht që tendri nuk ka lidhje me sezonin turistik, por me planet për zhvatjen e buxhetit të shtetit në favor të klientelës politike. Tendri është mbajtur më 17 korrik 2026, duke reflektuar shkëputjen totale të zyrtarëve nga koha dhe realiteti. Ata kanë vetëm kalendarin e korrupsionit, të tjerat nuk u interesojnë. Më 3 gusht 2026, Dritana Golli ka mbushur formularin e fituesit dhe ja ka dërguar Arjan Mujës, pronarit të Eral SHPK. Biznesmeni nga Nikla është klienti i tendrave të korruptuar të rilindjes. Me 28 prill 2025, kompania e tij mobiloi zyrat e OSHE-s, luks i shfrenuar nga Enea Karakaçi, drejtori që u bë më pas ministri i energjetikës. Tendri është në hetim nga SPAK. Në këtë linjë ecën edhe Dritana Golli, drejtori tjetër që varet direkt nga kryeministri Edi Rama. Kontrata për blerjen e çadrave të plazhit, që më shumë gjasa nis të zbatohet nga vjeshta, firmoset nga veta Golli. Tendri tjetër, gjoja në funksion të plazheve publike të Durrësit, ka si objekt furnizim vendosje struktura druri dhe tabela për infrastrukturën në plazhe publike, Durrës. Ky prokurim nuk ka nevojë për analizë, se duket nga larg që është i porosit. Tendri është zhvilluar me vetëm një pjesëmarrës. Ky është bashkimi i operatorëve Albor Karaj nga Nikla dhe Durim Babasi, pronari i firmës Kegli Duri nga Fushkruja. Tendri me fond limit 64 milion lekë është shënuar me flamur korrupsioni, për shkak të mungesës së konkurrencës. Më 5 gusht 2026 është zyrtarizuar shpallja kontratës në favor të Karajt dhe Babasit, që kanë respektivisht 70% dhe 30% ndarje të angazhimit. Tendri i tretë i ndar nga Golli është ndërhyrje për rigjenerimin urban, mbrojtje detare në zonën bregdetare, blerje shezlone plazhit Durrës me fond limit 72 milion lekë. Këto lekë i xhirohen kompanisë Anara SHPK me pronar Anton Rajt. Dritana Golli i Fondit Shqiptar të Zhvillimit është drejtori më i gjatë i Edi Ramës, i cili megjithëse është thirrur nga SPAK, vazhdon të firmos tendra të qepur me porosi me vlerë miliarda lekë. Kujtojmë se Dritana Golli është në listën e pritjes në SPAK. Ai është paraqitur para prokurorit në nëntor 2024, ku është pyetur për një tendër me vlerë $500.000 të Fondit Shqiptar të Zhvillimit për një menutë të projektit 100 fshatra. Tendri u fitua nga dy shefa kuzhine, një nga të cilët është i punësuar në një restorant në pronësi të djalit të Agollit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.